Të jesh njëkohësisht një koqir i javës së krenarisë dhe të mburrësh me lidhjen e Prizrenit nuk përputhet, diçka këtu nuk shkon. Ish deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Korenica, ka thumbuar kryeministin Kurti. Përmes një reagimi në rrjetin social Facebook, Korenica ka thënë se të jesh një koqir i javës së krenarisë dhe të mburrësh me lidhjen e Prizrenit nuk përputhet dhe këtu diçka nuk shkon. Për më tepër, promovimi i dylberizmit në ambiente qeveritare në kundërshtim me ligjet në fuqi, siç është ligji për familjen, përbën jo vetëm keqpërdorim të institucioneve për agenda dhe ideologji të imponuara, por edhe një goditje të rëndë ndaj rendit shoqëror dhe kulturor në vendin tonë. Në hapjen zyrtare, kryeministri Kurti deklaroi se ndjenjat e turpit duhet i luftojmë të gjithë së bashku, sikur turpi të ishte një anomali, por a nuk lidhet kjo thirrje fort me përmbajtjet e kurrikulave perverse që po promovohen në sistemin arsimor, ku kërkohet nga fëmijët të zhveshin ndjenjat e turpit. Secili prej nesh ka trashëguar nga prindrit, gjyshit dhe familjarët cilësitë të shëndosha të turpit, të cilat na kanë ndihmuar të largohemi nga veset dhe të përmirësojmë veten përballë ndikimeve të ndryshme që sjell shoqëria. Së fundmi, në një raport të Brandon Smith me titull "Si arriti qeveria amerikane përmes OJQ-ve paradën e krenarisë", flitet për një realitet të krijuar si iluzion, një projekt i ndërtuar përmes fuqisë së parasë shtetërore dhe ndikimit të OJQ-ve, kryesisht përmes fondeve të USAID-it që tashmë janë pezulluar nga presidenti Trump. Sipas të njëjtit raport, USAID ka pasur fokus të veçantë në arsimin e fëmijëve, ku pranohen edhe trajnimet të 120 drejtorëve të shkollave në Kosovë për përfshirjen e komunitetit LGBT. Ne, si shoqëri dhe institucionet, duhet të dalim në ndihmë këtyre grupeve që janë bërë peng i fushatave të ashtuquajtura emancipuese, të mbështetura me paratë majme përmes OJQ-ve. Kosovës i duhet javë e familjes, muaj i familjes, viti i familjes, sepse vetëm familja shëndosh sjell begati në vendin tonë.